më sa më kujtohet nëpërmjet një interviste, ai ka deklaruar se të gjitha ato poezi ka shkruar në një farë mënyre të posaçme, sepse ju ka dashur që pas ngujimit në aparat për hemodializë, në cilin ka qëndruar 4 orë, ju është dashur të flej 12 orë. Gjumi i ka dalë diku pas orës 3 mëngjesi. Dhe atë kohë, a i thot, kam shkruar të diçka, kam shkaravit, dhe prej atyre shkaravilave mu ka dalë ndonjë poezi. Kjo është ajo, këto janë ato poezi të cilët Qerimi i shkroi. Dhe mu më duket më të vërtetë se atë ka pas harruar një farë mënyre vdekja. E deklaron edhe me një intervistë, kur thot se derisa isha më i smur, kur erdha në fillim në spital, thot më vizitonin edhe shokët edhe familja, por tash kur më harroi smundja, tash kur më harroi vdekja, më harruan edhe shokët, harruan edhe miqtë e kuj. Prandaj poezitë e tilla janë shkruar mbi një farë mënyre ku ai me të vërtet ka qëndruar diku as i vdekur as i gjallë në urnë, po mendoj në gryk të urnës. Ky motiv ka qenë nxitës edhe për një poezi timën përkushtuese, cilën e kam botuar në librin tim të fundit, Peizazhi i Ngrirë. Nëse po më lejoni, do ta kisha lexuar. Poezia titullohet Reinkarnim. Në gryk të urnës rrije varur, as mund vdisje, as mund jetoj. Fata Morgana hëngrit trupin tënd, jo poezi. Aty shoh si rilindesh për ditë nga pak. Vetmia te poeti është vetë tragjik. Më mendoj se poeti po të mos jeti vetmuar nuk mund as të shkruaj. Jo vetëm poeti, po as një krijues. Do të ketë qetësi, do të ketë përfemi, po vetmia e Qerimit ishte diçka apostafate, diçka posaçme. Ai krijonte në atë vetmi, por ai nuk ishte vetmi vetëm krijuese, ishte vetmi e përgjithshme. Ai ndjente veten edhe e përhershme. Prandaj edhe poezia ka një ngjyrim, një ton të tillë. Kur lindi një bukuroshe, në vend të gazmendit ishte ditë zije. Te kroji i bekuar freskova faqet, duke pritur ngarkesën time. Ajo erdhi dhe shkoi, mua si duket më harroi. Livadët sa të bukura kanë qetësi, në prapësi jetoj dhe likësi. Atëherë kur qelen lulet, trëndafilet të fishkura mbaje në duar. Ku i pa ta marr as vetë se di, vetëm prisja diçka në kull. Më shpotoi një lot ndërsy. Ti kalove pran meje, ashtu duket shpresa ime. 1, 2, 3 vite më shkruan të turshëm. Kahmot ëndroj një lule në dorë ta kem. Diç lemëritse dhe e fshehtë më vret. Një moment të plagosur, një jetë kundroj. Unë jam jashtë saj, pa sy, pa vesh, pa goj. Përzihet gjithësia para meje, se kërkimi buzdetit vullosët me yje. Në qetësi vdesin mbi rër, vrapojnë djelmoshat të dashurat i zënë. Këtu dielli lind dhe përëndon në djallë, të kaltër thonë zemrën dhe trupin e ka. Jeton bot koralesh, zhytësit i kundrojnë. Shpres, ndrit diçka në buzët tua, prapa kthehet në kaltërsi thella.
po deshe të marrësh një shufër për mua, preje nga djalli yt dhe qile një katërsi. Ishte ditë qershori, ditë tregun Preshev. Kishin zbritur fshatarët për t'i ndërruar kohët, për t'i shitur djerset, për t'a marrë modën, për t'a blerë vetveten. Ishte diregu atë ditë kur bredhërit lejzën për brendit tezës e vapa ishte lëshuar, qarë në kokë. Vërë një akuarela ditë, miku im, piktur të shqitje, gjithë kush dhe të blende, por bati zemër, ndoshta edhe kuptimsi. Një krah dritarje hape krah mbetur sa kohë. Në brendit dhomës gazeta dhe marimanga që thurë për rallë, për atë që ndodhin vonë, për lajme dhe galaksi. Zbrastia që Rimarifin nuk e frikson, edhe pse nuk kishte qetësi, as gjumë në sy, nga se e mban besimi i ri i krijuar në vetvete dhe në paskajtësi astrale. Kishte besim të thellë në njeriun dhe në njerëzorin që përherë do të jetë breg i shpëtimi, ku do të gjej prehje pas notit të gjatë në detin e dallgëzuar të vdekjes dhe jetës, për të ardhur nga andej shumë i fortë, me besimin dhe dashurin e rilindur pas zhdaravitjes së terit të fatit të lëshuar lakadredhave e labirinteve të kohës. Me gjithë këtë, madhështia e jetës dhe e artit e shëron dhe e mban në jetë njeriun dhe krijuesin. Ndaj, ne e shohim poetin udhëve të jetës, e shohim edhe në paanësi astrale tek e kërkon nirvanën i mëshiruar me Konstantinin, Gjergjelezalin, Sizifin, Nositin dhe i zhvesh grackat dhe maskat glabëruese, sfidon jeta dhe urtësia e tij për ta zgjuar besimin e ri te njerëzorja në vete dhe në njerëz. Ecim mbi gërmadhat e ylluve të moteve me aq shumë enigma të lidhura, nyje dhe mbi të pathënat sikur dëgjojmë zërin e qerrës. Një forcë e brendshme drejtuar nga një fuqi e çuditshme më mbante vetëm të gjallë. Atë botë ka qenë fillimi i vitit 83, ndërsa tash më shumë po më frikson jeta se sa vdekja. E nëse më besoni, kështu me këto hamendje edhe lëkundje kam jetuar, por edhe kam dashuruar, se vetëm dashuria po e mbaka njeriu në jetë. Ku do të pushoj tash kjo ditë e gjatë, sepse një shekull më mbeti borxh për gjithmonë. Ferri sa i vogël do të më mbuloj, do të më përpi hë për hë. Është një zë që e hon në përmuzgën e qytetit me historinë 100 vjeçare të varrosur, lart në brigjet dhe kodrinat e Karadakut. Po, atje lart janë mbushur me rim të vleruar brigjesh edhe kujtimet më të bukura të fëmirisë dhe rinisë së poetit, dhe mira njerëzve që sot frymojnë dhe vazhdojnë jetën e tyre. Aty janë ato rrugicat e ngushta e të bukura me kaldërm, aty ku poeti i gjeti frymëzimet e para për dashurinë naive të rinisë së hershme. Ndaj poeti që i lidhur ngushtë me vendlindjen, me Preshevën e tij të dashur. Tashmë qytetarët ecin rrugëve të Preshevës së re, një qytet e sajuar mbi një rrafshnalt ku diku pas pallateve të shumta gjendet edhe shtëpia e qerimit. Aty janë të gjithë, miqt, shokët e femërisë, farefisi e qerimi. Ku është qerimi? Ai është tek të gjithë i shpërndar në përzemrat e tyre, pak nga pak, por pak më shumë në zemrat e fitores, dritërojit e arbreshës. A ka dhembje më të madhe kur ndash nga babai,
A ka mburrje më të madhe kur je fëmia I një poeti, e më shumë se një poeti? Baba im ishte një baba, por jo vetëm baba. Ishte një burim I pashtjershëm për të përcjell porosi dhe mesazhe të urta. Sa herë vunte nga Brendia, por ka qenë sabërli shumë I madh. Edhe pse dhimbje të mëdha shpirtërore dhe truprore, penën e vetë nuk e kishte deri në fund të jetës. Baba qysh herët e parandente vdekjen dhe kishte frikë se mos po mbesim rrugëve. Mirë po fal emrit të tij ne sot po shkollohemi dhe besoj se amanetin e tij do ta çojmë gjithë në fund. Kur e vizitoja gjithsesi I shtrirë në spital ku I bëj dializa e gjakut, ai ashtu I raskapitur dhe me fytyrë të zbehur, mundoj ta fshifte brengën që kishte në shpirt dhe gjithë më thoje o birim dita ditës po më duket se po rritesh nga një pëllam. Babaj edhe pse kishte një jetë shumë të vështirë, qysh në familje dhe në kohën më të vonshme, ai shpresonte gjithmonë për neve se do të lind ai shpresonte se gjithmonë për neve do të kemi një ardhmëri më të mirë se sa që ka pas ai si fëmijë dhe në kohën më të vonshme. Ai babai ishte shumë I lidhur me vendin e vet Preshevën dhe donte shumë. Mirë po pas vdekjes së tij u binda se babai nuk ishte vetëm preshevar, por të gjitha viseve shqiptare. Dashuria që ai babai kishte shumë dashuri dhe pasion ndaj artit e veçanërisht ndaj poezisë. Atë e kishte të vetmin ngushëllim dhe dashuri shpirtërore ku mund ta shprehte atë. Mirë po ajo dashuri I mbeti në gjysmë të rrugës në kohën më të mirë të jetës. Mirë po edhe pse vdekja e largoi nga të gjithë, nga zemra ime dhe nga zemra familjes nuk do të largohet kur. Poetin Qeri Marifi e mbante shpresa se një ditë do të vijë behari I humbur, ai blerimi I vonuar në shpirtin e tij të tharë. Behari ishte shumë larg jetës së tij. Sëmundja dhe vetmia atë e kishin zbehur, e kishin pllakosur. Kohën e fundit edhe shokët më të ngushtë kishin zënë të harrojnë. Ç'të bënte ai atyre çasteve kur e moliste dhe e shashtriste vetmia e natës, dilte të shëtiste rrugëve të Zdugës, pitoreske. Çdo vit nga dritarja e Hotel Drinit përcillte mitingun e poezisë, e mbi uri shihte tek lexonin poetët e veshur solemnisht. Kishte të atill që ngarrendnin pas dekoratave. Dhembje të madhe ndjente poeti për njerëzit e vegjël, për të vobektit, për të pafajshmit. Shumica e poetëve në një farë mënyre shkruajnë më tepër për biografinë e të tjerëve, kurse Qeri Marifi nisësos shkruan për biografinë e vet. Sot kam qenë në pyll t'i përshëndes lajmëtarët e stinës sonë, ose rikthimin e shpirtrave tanë nga udhëtimet e lashta në përhapësi. Unë me një anë, e ti në anën tjetër. E në atë lëndin do të takohemi pa kur far dilemash. Atje ku edhe gjelbrimi do të zgjohet një herë. Shumë but dëgjova bisedat e të gjithë zogjve. Dritarët e mia ersohen dhe djersën,
më thonë t'i fshi, dëshirojnë të kenë në përqafim, e ti mbetesh ashtu larg me të tjerët. Edhe pylli ishte ullur atje dhe qante për fatin tonë. Dëshiroj të zhdukëm në hirin tim të dashur. Ç'është tash? Të dëshiroj të tërën ashtu si e do njeriu vitin deri në sekondin e fundit. Si mund të njohësh dikë që ka krah në shpirt e ajo i pengon të ecën? Është i plagosur dhe përplitët i mjerë në shishën e vetë. Mu sikur një pik ujë në hapësirë. E askush dorën të mashtri, as dashurinë, as pas 4 dekadave këtë fjalë unë se shijova. Mbetem përsëri këtu dhe mburrëm me vogëlsinë time. Jeta rrjedh tutje. Në mua çdo gjë shkon. Mu sikur të kisha lindur dje, nuk di asgjë. Edhe kjo është një peshë e madhe për mua. Do ta lë kapakun e urnës vetëm një herë të hapur në këtë forë. E mbaj mend në shkollën fillore, kam qenë klasën e 5, ai ka qenë klasën e 6 apo 7, kështu që arsimtarët shpesh na i lavdronin. Pas e lavdronin atë si nxënës shembullor, që lexon shumë, ka prirje për të shkruar, ne u bëm kurreshtar që ta njohim edhe më afër. Kështu që patëm rast me që të njihemi me të dhe të shoqërohemi një mot kështu në klasën në shkollë fillore. Pastaj që rimi shkoi